Kjo tërmet në magnitud 4.4 të shkallës Richter është regjistruar në orën 05:04 të mëngjesit në orë lokale në Shqipëri. Sipas të thënave nga Qendra Sismologjike Europiane Mestetare, epicendra e tërmetit ka qenë rreth 16 kilometra në veri perëndim të Tiranës dhe 12 kilometra në juglindje të Krujës. Tërmeti ka pasur një thellësi prej vetëm 5 kilometrash, duke bërë të zhëndjet mjaft në zonën përreth. Ai nuk raportohet për dëme materiale apo persona të rënduar. Lëkundjet kanë sjellë një val komentesh në platformë në MSC, me mbi 120 qytetarë ka raportuar për jetimet e tyre përmes aplikacionit. Autoritetet po vazhdojnë monitorimin e situatës dhe u bën thirrje qytetarëve të qëndrojnë të informuar vetëm përmes kanaleve zyrtare.